Realisht më bëhet qefi kur shoh sepse ky takim ka më shumë të ri. Nuk e them pa qëllim këtë, u bë kohë që unë po dal në terren, po bëj takime të shpeshta. Dhe sinqerisht është hera e parë për mua që bëj një fushat kaq intensive, le të themi kaq dinamike, sepse kam qenë pjesë, domethënë ku kam kandiduar për herë të parë në 2023 për Këshillin Bashkiak. Faleminderit Zotit dola fitimtar. Por nuk është se e preka shumë terrenin për shkak vetë zonës që kishim, se kishim vetëm Bashkinë Tiranë, pra nuk kisha futur në Kamës, le të themi në Kavaj, në Vorë, apo edhe në ca lagje të thella Tiranës, zona Tiranës, kur realisht aty e kupton se sa vuajmë ne si popull ose kush janë sfidat më të mëdha që ne kemi si banor të këtij qyteti. Në një takim që kisha me një nënë në Laprak, më tha burri ka qenë kryetar komune në Terpan, merr 130.000 lekë vjetra, sepse i kanë humbur dhe vitet e punës që ka pasur më përpara. Burri ka qenë kryetar i komunën në Terpan, merri 130.000 lekë se i kanë humbur vitet e punës. Ne o jemi pjesëtarë kësaj shoqërie, o jemi njerëz të këtyre familje, ose nuk jemi. Unë kam zgjedhur të jem për veten time. Dhe nuk derisa të marr frym, kam zgjedhur të jem. Do më shajnë, do më bëjnë luftësh kjo. Nuk kam ardhur këtu për të pëlqyer njerëzit. Kam ardhur për të bërë atë që besoj që është më e mira. Dhe kur bën një gjë që lufton, padyshim do kesh edhe kundërshtarët e tu. Dhe Albi, Gjersi, të gjithë kanë zgjedhur që ta bëjnë këtë betejë. Dhe do ju lutesha që shikojeni si një betejë tuaj, jo të Albi, jo të Gjersit, jo të Timen. Dhe ne tri duhet jemi ata që duhet lulëzojmë këtë punë. 80% e trive sot janë larguar, siç e thash më përpara. Dhe janë mosha 20 deri në 35 vjeç. Dhe kjo gjë është problemi më i madh që ne kemi tani për momentin. Duhet që këto të ri të kthehemi. E tash nuk është e vështirë, është e lehtë. Dhe Albi do të thonë do t'ja u tregoj deri ditën e fundit se si duhet gjetur emri Albi Alezit tek numri 1.